Kandidati për kryetar të komunës së Gostivarit nga Aleanca Kombëtare për Integrim Valbon Limani prezantoi projektet për transformimin urban të qytetit me fokus në zgjedhjen e problemit të parkimit, modernizimin e qendrës dhe krijimin e hapësirave të reja rekreative. Ai tha se Gostivari meriton një zhvillim që reflekton energji dhe potencialin e tij urban, dhe se qytetarët duhet të jenë në qendër të çdo projekti dhe çdo vendim duhet të jetë i menduar për të ardhmen. Një nga projektet kryesore është ndërtimi i parkingut nën toksor pranë komunës së Gostivarit me kapacitet për 126 vend parkime, i cili pritet të lehtësojë ndjeshëm qarkullimin dhe parkimin në qendër të qytetit. Në qendër të qytetit planifikojmë ndërtimin e një parkingu nën toksor modern me 126 vende parkimi, i pajisur me teknologji bashkëkohore sigurie dhe qasje të shpejtë drejt institucioneve publike, objekteve tregtare dhe kulturore. Ky investim do çlirojë hapësirat publike nga kaosi i makinave, do të ulë ndotjen dhe zhurmën dhe do ta bëjë qendrën e qytetit më të pastër dhe më të organizuar. Në kuadër të projektit për transformimin e qendrës së qytetit, parashihet ndërtimi i një nënkalimi nën toksor dhe një parkimi tjetër me 219 vende parkimi, ndërsa sipërfaqja mbi tokë do të shndërrohet në shesh publik modern. Qendra do të kalojë nga një hapësirë e mbingarkuar në një vend krenarie për çdo qytetar. Projekti parashikon ndërtimin e një nënkalimi nën toksor për automjete dhe këmbësor, si dhe një parking nën toksor me 219 vende në zemër të qytetit. Sipërfaqja mbi tokë do të shndrohet në një platë moderne publike me hapësira të gjelbra, kënde lojrash për fëmijë, zona rekreative dhe hapësira kulturore për koncerte, ekspozita dhe ngjarje të ndryshme. Qendra e Gostivarit do të jetë shesh i qytetarëve, vendi ku njerëzit takohen, shëtisin dhe jetojnë më mirë. Limani prezantoi edhe projektin për pellgun rekreativ dhe pavionin në parkun e qytetit, i cili do të realizohet në ndërhyrje minimale në sipërfaqen e parkut. Ky projekt shton një element të ri natyror dhe relaksues, duke ndërhyrë vetëm në rreth 10% të sipërfaqes së parkut në zonën me stadiumit të qytetit, lumit vardar dhe shtigjeve ekzistuese. Elementet kryesore përfshin pellg rekreativ prej 2200 m2 me thellësi deri në 1,5 metër, urdhruri prej 245 m2, hapësirë me zhavor prej 900 m2. Ky pellg kontribuon në ruajtjen e biodiverzitetit duke krijuar habitat natyral, ndërsa pavioni dhe ura e drurit ofrojnë hapësirë për pushim, shëtitje dhe ndërveprim social. Zona përreth stadiumit do të gjallërohet dhe do të shndrohet në një pikë referimi urbane me potencial të lartë rekreativ dhe turistik për Gostivarin. Sipas Limanit, këto projekte janë investime për cilësinë e jetesës dhe për një Gostivar modern, funksional dhe të gjelbër, që zhvillohet me plan dhe përgjegjësi.